Jo, mashallah. Ti do bash përgjegjësi për gjithë dhunën fizike që tregon edhe nëpërmjet gjuhës, edhe thikën që përdore me nerva aty me tension. Edhe inshallah vllai i madh i nxjerr video që ta shohin gjithë. Dhe t'ju vjet turpë dhe tjerëve që po përkrahin. Nëse unë kam gabu diçka, e marrë dënimin. Marrë, po. Po e përkrap Benita. Se lapi që të tregoj mungesë respekti dhe duket përzënë për jashtu. Edhe ti e ke bashkë mirë, qaj ka ofendu e Liona, ka ofendu edhe vajzat e tjera, dhe ti prap shkone për krah dhe për qafon labin. Beni, ja fut në logjikën tuaj, se kur nuk të kam ofendu ty si femër, dhe as si femër këtë tjetër. Alba, po tjese e para, dhe Alba përdor fjalët dhe veprat, logjikën që ju e shfaqni. Janë dëshmi gjithë kamerat që ti vete të regon vete tënde, shdo femër vete të regon vete në me. Dhe ti si femër, po përkra, i dhunues fizik, a i lap që ta bonte ty këshu para syve, atë lap ti po e përshafon dhe po e përkra Benita. Dhe gjitha ju tjera, që lapi fizike, vazhdo përkra dhunuesi fizik, a i që ta bon ty këshu para ftyrës non-stop, dhe që të përzej non-stop, a i lap, atë lap ti po e përkrah. Alba, i alo me teshat stërvitjes. Dje bane luft në mu për me hingu zhinë, që 5 orë jetë stërvitjes. Je djelësit e i alo në të dhëmbët. Asi Gjoiq, kjo është turpi, ti nuk je shambull, nuk je model për vajzat shqiptare që në të gjojnë. Stop dhunues fizik që përdore thikën me nerva me tension. Mundesh me dalë lirisht jashtë. Stop dhunues fizik që përdore thikën me nerva dhe me tension aty në gjithë mua. Stop! Jo, unë jam tu. Stop dhunues fizik shkoj edhe unë. që përdore thikën për nerva dhe në tension. Se po t'ishim pik kamerat, s'është për quditi ta kishe lëshu edhe thikën. Ti që në nerva dhe në tension përdor vetëm gjuhë dhune, i thua një femra, hajde ti këtu poshtë se ta tregoj unë, në ora 2-3 natës në dorë të gjumi, 3 herë që e ke thënë, dhe ti që në nerva e sipër, sot mua ma përdor thikën me nerva dhe tension me fytyrë të skuqur që ishi duke dalë bryllat nga fyti, nga inati, nga tensioni, që s'po ta varja në muhabetet e tuja, dhe ka tensioni dhe nervat e përdor thikën me nerva aty duke përplas 100 herë. Stop dhunuesit fizik dhe energjisë negative. Ti e ki tratu limin. Nuk ka stop, ti e ki tratu limin. Stop dhunës fizike. Stop lame dhunues fizik. Po. Se po t'ishin thik kamera, ti me siguri edhe thikën da lëshon. Stop dhunuesit fizik. Stop dhunuesit fizik. Po. A e pe që më kalon edhe gjemperin, më kalon limi. Ty s'kalon pare, doj që s'ja kalon një zemër. Qa të bëj unë në shkreti? Nuk kam... Stop dhunuesit fizik. Ha? Unë? O, e kalon të qa tjetër, po vjen kua kër i tregon. A është që është e asaj. Po. Ti, a e shumë gjelozi që më kalon në fotografi? Se e që fotografi? Stop dhunuesit fizik që thikën e përdor në nerva. Mare është në rranë, është e mashtruse. Stop dhunuesit fizik që thikën e përdor në nerva. Stop. Bëj vetës të lutem i ndërë dhe të lutem mos shëndro pra meje. Dhunues fizik që thikën e përdore me nerva. Stop të lutem që thikën e përdore në nerva. Stop që thikën e përdore në nerva, dhunues fizik. Stop që thikën e përdore në nerva. Të lutem largohu. Ti që përdor gjuhën e dhunës fizike dhe gjuhën e dhunës maltretimi bashku 40 sa vjeqar më thua mua në mes të natës prit të poshtë ta tregoj unë ty 2-3 herë dhe ti ai që e përdore thikën me nerva aty gjithë me mua duke qënë drasa bosh pas një salat pas një mish dhe ishte mëgjes që akoma s'kishe nisa bësh gati mëgjesin vetëm u gjitet e albës e përdor që albë kur përboja kafe dhe përdore thikën me nerva duke përplas një gjithë herë. Besa ka thënë shumë gjëra tjera, s'u më të thënë se u jenë mare. Stop dhunës fizike nga ty lap që në
atención ke vetëm gjuhë fizike dhe du fizike. Po ti shi të fik me kamera tig atensioni, ti pa le çfarje në gjendje të bësh. Stop dhunës fizike, larg, përdore dhun fizike dhe gjuhë fizike. I the 40 e sa vjeçar mashkull, i the një femre këtu, zbrit poshtë 3 herë se ta tregoj unë ty. Asmore, ti mi thoni njëri, mos me kanë kobrat ku me di qa kishe bo, kishe shtru dhun fizike. Dhe tensione stiper, larg, stop dhunës fizike. Lodi! Entoni ama e zia Mariana. Lodi! Hajde me la punë! Elton ama zia, vjamo! Me la punë, qa? Forza Claudio, She's so nice, you done. Lodi! Te lo meriti, amo. Ku janë dronat e tua? Vi amo, ve lo Ku giuro. janë dronat e tua? Mi mancate tanto. Zia Mariana. Scusate nëse nuk ju ka përshëndes. Familja. Asmare, tu. Që kë maj bukuri. Që kë maj bukuri. E kush e ka qupler? Tezja. O tezë. E kushret. Milano janë ata. Sa nice. Asë se kam bris. Sikur na të tanzanier kam i me t'altri. Rena de Që ka to Martime. sekonde kur jam njëna. Që kë pëm... Tash na kena bashkë. Elton ama zia vjamo, giuro. Italian. Non vedo l'ora di vedervi. Ej, sa nice. Tezja. Je maj mirë në të këqit. Happy for you, man. Elton makes me emotional. No, like she's being crazy for my mom. Opa, That's so opa. nice. Fasha super. Enjoy it. You needed it. Coco. Hey, kush e ka aparatin? O, po, hey, sa. Çka ke, Bravo, çka ke? Luko, valla. Elton. Kini pa nga jashtë, a ditë që neve puna sulmojnë për to, pas 2 jave, pas 2-3 ditë jeni nalë. Jeni nalë. A që ti kohë, se mas 4 orë je qu, tash është ora 2, ti sa po je qu? Po, sa po je qu, ajti se të publiku, mos tani ti. Ti si e kërkushe. Une jam dikushi, Ti nuk je kërkushe hez. shumë dikushi. Ti je veç një ofendus Po, që ofendan edhe ti je ofenduese, që të regon gjëra sekrete nga Edhe jashtë. i tu dikuj mbeturin. Ere ti tu valaj, ti thonë, që më këton dje marë qovë. Mos tani zonin, kush e ti më thonë më tani zonin? Kush më tani zonin, edhe jam djali dikujt, se unë jam jetima. Am kanë gjithë beturina mua, am kanë gjithë beturina mua. Hajde, am ke gjithë beturina mua, më kanë gjitha. Unë jam djali dikujt, nëse nuk kam bab jetim, kam 50 antarë familjes, a kini? Qështu tajde? Hajde marë qoftë për ty. Marja qoftë, Marja. Ti veç ftyrë s'ki. Marja, po ti ftyrë ke, ti ftyrë shi që ke. Familja jote Ti atë shi që ke ftyrë. Ti familja ime është kenare me mu dhe ka qenë dhe do tjetë. A e pa dhe dje, a e pa shushinja jame. Te që i thuni A e pe femës shushinja, beturin, beturin je për mu, beturin je. Unë e them ato edhe nuk bëj pishman kuriq. A keni? Ato që e them e Stop them. dhunuesi fizik që përdor Ti fikën e në dhunuse nerva. fizike. Pa Ti e sallat, dhunuse pa fizike. mish aty, Ti e me rana, një hajde dras dojqe. boshen gjit me mua. Hajde, dojqe. Dhe vetëm erdhe aty se Hajde, më kishe dojqe. mua Roma gjit se më kapitali. përdiqe. Dhe jo se kisha Hajde, ardhur për ta dojqe. bërë mëngjesin, se mëngjesin e bëre Hajde, pas një dojqe. ore. Hajde, Stop dojqe, Roma dhunuesi fizik, traftari të kapitali. besimit në Zot, traftari të Rana, kombit, të kombit, traftari të traftari të vetës dhe të kombit. familjes tënde. Cile, qa kombit, Se cile? ti që je Traftari baba kombit me je ti. fëmi, po i thua fëmisë dikujt tjetër, që po kam njeriu, shpëtim. një babë dhe një nënë të ndershme në beturin, që e ka rrit me sakrificash, Po, gjele se mund duke i kanë gjithë shajt, gjithë fëmijët të tjerëve këtu në shtëpi, beturina, fëmijët e disa prindërve që janë për jashta që i kanë rrit me Po, druga seta. sakrifica
sakrificash, madje edhe në kohë luftën që e përmend ti vazhdimisht, ti që je tradhtari kombit, ti tradhtari besimit Zot, ti tradhtari vetes dhe ti tradhtari familjes tënde, se familja pret shtyllur nga familja, dhe ti dunues fizik që përdor gjudhune kundrejt një femre në ora 2-3 natës duke më thënë hajde këtu poshtë se ta tregoj unë, dhe ti që përdor duni indirekte duke përdor thikën në nerva dhe në tension që erdhe aty të më përdjekësh mua jo për mëgjesi se mëgjesin e bore pas një ore. Të lutem shumë stop dunuesi fizik, të lutem shumë stop dunuesi fizik se aty nuk ishte as buk, as lakër, as bruta, as perime, as mish, stop dunuesi fizik që përdor thikën në nerva dhe në tension afër një njeriu këtu. Të gjithë banorët janë të rrezikuar në prezencën tënde, dhe vllai madh marrë masa do ta shohë gjithë sezonin. Dhe këta tjerët që po të përkrajnë ty, je ti që i ke shajt, i ke ofendu, dhe këta s'kan ftyrë që po të përkrajnë ty tani, që të regon gjuhë dhune, dhe që të regon veprime dhune. Ti pse fola për këmizë ndërkësu të lute, se po përkraj një njëri që ta bon këshu non stop. Një njëri që ta bon këshu non stop, po të përkran këtë moment. Ky, që është baba i fmive, që të kthehet ty, që je bia i njeriu të ndershëm dhe një zonjë të ndershme, dhe të thot ty mbeturin, se a u rritë ti me sakrificash nga prindrit e tuj në kohë lufte, që të vje dikush e ka përjetu luftën, të thot mbeturin. Një njeri që ka përjetu luftën, që është rrit me sakrifica nga nëna vetë, dhe nga baba vetë për aq gjatë kosa e ka pas. Dhe ti që je rrit pashu me sakrifica nga nëna dhe nga baba, ty du të me torë more që ja përmen përjetimin e luftës një njeri, si këti, si kësoj, si kush do që është. Rin tema, Alba, rin beg. Dy njerës që ka vuajt një loj, Alba, je dy njerës që ka pas sakrificat një loj, dhe ti lap ti thuash gjithë kësaj femre të fort mbeturin. Po ti a je avokate, çka? Që është rrit nga një nën dhe nga një baba i ndershëm dhe me plot vuajtje, përse i thua kësaj femre mbeturin? Ku të duket mbeturin kjo zonjë këtu? Hajde, dojqe! Ku të duket mbeturin kjo zonjë? Që është rrit nga nëna dhe nga baba vetë me gjitha ta sakrifica? Ku e shet mbeturin ti? A është vajza e dikujt kjo? Dikuj që ka rrit me sakrifica. A jam unë vajza e dikujt. Zemra i një nëne dhe zemra i një babe, që ka rrit me sakrifica, me vuajtje, edhe në perioda lufte dhe pas lufte, që kena përjetu edhe varfërinë edhe bullizmi dhe prap kanë qëndruar të fort për të rritur mua. Dhe ti të më kësh mua në mes të prajmit e pamoraqme, ndërkohë që dëgjon zemra në nëstime. Ti dunues fizik me gjuhë dunuese që më thua mua në mes të natës, hajde këtu poshtë trega të erë se ta tregoj unë ty. Dhe ti a i që e përdor thikë me nerva, sot në mëngjese më përdor që mua, dhe aty nuk isha as fruta, as perime, as lakra, as mishe dhe as i gjë tjetër. Dhe më fytyrën e skuqur dhe bryllat që po dilnin nga fytje, që nuk po tensionoheshe nga unë. Shkove përdore thikën me nerva aty gjithë me mua, stop dhunuesi fizik. Të lutem lab, nuk dua të t'kem pram, dhe të lutem shumë ti nuk e meriton, ti shpëtosh as nominimit nesër, që vetëm dite me bo sjellje perverse kundër femrave këtu, ti që trahtove besimin Zot që fal për zvakte, ti që trahtove kombin ndërkohë që flet për luftën e kombit shqiptar dhe forcën e shqiptaris, dhe tina që u tregove trahtari vetvetes dhe familjes, duke preku në moralin e gjithve këtu, duke shajt familjet dhe fiset e tjerve këtu, ti që i knove familjeve dhe fiseve tona, ti vetëm që si ke nderu familjet e fiseve tona, duke më tu mu të pamoraqme në mes prami, duke ty zemrën e nënës dhe babës tim aty, që kam mali që kam për mua ndjen keq, dhe të kësaj vajze këtu, që i ke thëmë beturin brëm, zoj femër, që është rrit nga një prind, nga një babë dhe nga një nëni mrekullueshme, ti kësaj zoj femre, edhe kjo të e beturin, sa e zoj femre, përse i të kësaj beturin, për shfar i thenitës beturin, për shfar i thenitës beturin, shfar të bori
Nita, që është beturin, apo prit pasqyrën të Nita për dhe i saj përdore. Për qarë është Nita beturin? Jemi 3 arsye kohështa se Nita është beturin. 3 arsye kohështa më jetë se Nita është beturin. Se është beturin, që është zoj femër, që është pik femër kur e shetë në sjellje, në paraqitje dhe gazemra brënda, që është pik femër e rritur nga një nënë dhe nga një babaj mrekullueshëm, dhe ti thua beturin në mes të nënës, kur nëna dhe baba vritë dhe mëndrat e mejta shohin me qina mëllë, ti e shajt e beturin, dhe thot që duat të shohin të lumtur të gëzuar, ti e thyve zemrën e nënën e një babë tjetër atë për jashta. Nuk je, se je vesh një qenje njërzore. Vesh një qenje, kur gjo, ti nuk je njëri. Ti s'ki i ndyrt njerit. Në gjuar mikut. Ti nuk i ndyrt njerit. Ai, me shajt beturin, ndërko që po djek nëna jote, mondrat e tuja, baba jote, me gjithë shif po djek se Nita shqyqyr po gëzojt në Big Brother, dhe vjen kryt të Nitës beturin, gjithë kjo zoj femër, e rritur nga familje ndeshme, se është beturin, se ka rrit familje beturin, se darda bje në dark, duke i thë Nitës beturin, ke shajt edhe familje në ndërume të Nitës beturin, duke më shajt mua të pamoraqme, ke shajt edhe nënën ti babën ti të pamoraqme se darda bje në dark, ne jena gjaku i një nënë dhe një babe, ashtu si që shkjo gjaku i një nënë dhe një babe, më quajt e mua të pamoraqme, e quajt e këtë të beturin, se familja kësaj është beturin. Jena brenda, bit! Familja kësaj është beturin, që quajt e Nitën beturin. Familja im është e pamoraqme. Jena brenda, big! Fjanë po dalin në drysha, ma dryshe folin syt. Të dashnia ke ngell për një moment të dyt. Për me ditë vërtetën, ai për mot me pytja Ka shajt familjen tënde beturin se ti e rezultati familjes tënde. Ti e gjaku i nënës tënde, babës tënde. Ti ke dal nga gjaku i nënës tënde. Beturin pa pikë turpi. A ke thënë ti që ke respekt për luftetarët e luftës? Këta ka qenë luftetar lufte e para, dhe e dyta dhe mos je luftetar lufte, ka kontribuar për shqiptar në mënyra ndryshme. Unë edhe 3 muj edhe 10 muj me nejtë këtu nuk jam ofendu si ti. Unë e ka zoj kulturë familjare. Ti kur pa kulturë momenti që ti shaj sërbisht, edhe ki thënë krejt ta shaj në përshpia njësoj. Që kosh Benita, që kosh Benita që ki thënë. Ti ki thënë një shani krejt. Ti qka po kalzon, unë po kalzoj kulturë, ti qka po kalzon. Nuk është njëri, oj pa ftyri, ti edhe kiton me njerë kilofarë sërbi, ti duhet si fizik që përdor fikën në nerva në tension duke më ndjekur mua mbrapa, dhe më gjesin e bërë pastiore, jo në ata momente kur e përdore fikën. Ora 2, ora 5 orë ma vone që. Stop, duhet si fizik që përdore fikën në nerva në tension duke më përdjekur mua mbrapa. Normal. Me në pak për frute të që nuk i le fësyrë fmive të me dojnë shpis. Stop lunuesit fizik që kapi thikën në nerva duke më përdjekur mua mbrapa. Stop lunuesit fizik që në tensione Sike ba dhunë psiqike që është shumë meron. Dhuna psiqike është shumë meron. Dhuna psiqike shumë meron. Dhuna psiqike shumë meron. Ai e kapi thikën në nerva në tensione sipër duke më përdjekur mua. Dhe nuk po e bote gjesi. Ai që përdori fjalët e dhunës fizike. Hajde këtu por se ta tregoj unë. Ai që quajti një zonjë femër e rritur nga një familje ndeshme. Stop fizik dhe stop për krahësit e dhunës fizike. Stop rrencar, stop gënjeshtar, stop mashtrusat. Dhunë si qike ke bo që 2 muaj e gjysë ti. Kur ai e përdori fjalën zbrik tu poshtë se ta tregoj unë. Jo, jam të stol për ti. Për te na emision tjetër. Ja, që kjo që është këtë volë për pjesën e ti. Se beturina ti kam thonë në qishmëro. Ti kam thonë qishmëro. Nuk është rregull. Ore, a jenë Terezi, a ju të folë me mu, am pytë, ta ta shpërgjigjen pas herë, pëse po më thua është në rregull alo.
Mirë, dhe do me thonë nuk do në Lap, kush është personi I parë që ty ti ka ngre vesht ka thonë mram, pse I them beturin se është gjoja me shimtume që ke ba? Ec more, pa fizik që përdor tikën me nerva duke më përndjekur mua. Kush është të përkra, jena krejtë se cili kundër se cilit. Kush është të përkra? A I thashe ke ba mirë që I ke thonë beturin? Përkrajt fenomeni dhe nuk përkrajt Si fol me labin. M'fale, ke me mu, unë e pata me Alben. Pse erdhe ti kur kam unë me labin? Unë e hi ku dua, Qa të vynë ty ta përkrash labi kur është dunues fizik? No, a peshet izdi me bazë debat as argument s'pjes kur gjo. Unë jam të përgjigj të argumentet tua. Jo qa ke me labin, ti qa ke me labin vazhdoje. Jo shparbëri Alba që kam kërkur falje dhe si kam përsërit. Ti me të më që dush, shumë të rëson. Unë e të përgjigjem aty ku t'je ke gabim. Ta kundërshtoni Alba ndërko që labi ka bërë gabimet e veta. Dhe po përkra dhe mos ma jep mu dorën kur përkra dunë si fizik dhe që përdore dhe gjuhë dhune në momentet kundrejt një femre. Ti që do me përkra një femër, ti zjedh gjithmon ta përkra është labin edhe kur a I bën gabime kundrejt Albës, vetëm se jam Alba. Në momenti që në një bised Alba Labi, ti futesh duke kundërshtuar Alba me çështjet e Albës që janë e shkuar e arruar si kanë përsërit dhe kanë kërkuar falje dhe si përsëris. Je ti ai që po e përkrah Labin në këta momente. Dhe në rast se Alba ka përdor logjika dhe psikologjinë e të tjerëve këtu kur kanë bërë debat me ata, nuk kam shajt Alba të tjerë. Aja është justifikimi yt. Po lemër e se Benite si ke toni gjush hopa ton me shkujve. A mu dhe në ka zonë ti kushia? Alba, ti dhe në ka zonë mu kushjeti? Alba ka përdor logikën e të tjerëve se qëfar ka fole dhe qëfar ka bërë të tjerët. Jo logikën time, se në rase unë dhe kisha problema që unë dhe janë kosha limit, po unë limit da si moment që janë kova. Pse ke nej pra me ta një muj? Pse ke nej me ta? Nuk kam dejt me Labin një muj. Ju po vini me Labin. Një muj. Unë me njerë që si kam pasën qef të mrena, nuk kam nej. Nuk kam një hipokritone. Unë me ta srit, kam shumë, a dhe djej kam thonë, bile jashtë asë nuk flasë. Se në momente që Alba ka kundërshtim me Labin, ti vjen bon debat për ta kundërshtuar Albën, ndërkohë që je në pozita për ta logjikuar Labin, edhe për t'ja drejtuar gishtin ku I ka gabimet Labi, jo ku I ka gabimet Alba që ka kërkuar falje për gabimet e mija. Dhe në rast se Alba ka bërë këtu debate për gabimet e juja, janë gabimet Mashtruse! për veten tuaj. Nuk kam thënë Alba që këtu femrat janë të pamoralshme. Realisht dhunë fizike ka ushtru kjo me mirë se Labi. Aja është dhunë fizike dhe psikike. E në gjumë, me ku prej gjumit, me gjujt mirë, aja është dhunë fizike, psikike. Të përjashtojnë dhe ky që I thonë një femre 2-3 herë hajde këtu poshtë se ta tregoj unë në mes të natës dhe dyta e përdor tikën me tension dhe me nerv duke përdjek Alba për brapa dhe gjesin e kori pasiore në tuaj psikologjinë doqe se kush njeri është e përdor atë gjuhë që e përdor tikën me nerva duke përdjek Alba për brapa është një nëri vazhdoni për krahë dunuesi fizik. Pa valizhe, po Kjo është turp. Qaki. Unë shkoj me Unë me thoni njerit e m'ke për njek me thik. A jenë të rezi. Po, a ka për njek me thik. po, sepse më përdoqi mua duke bërë biseda e kapi thikën dhe nisi ma Me për njek me thik do me thonë që t'vjen mra pak shumë. Me të për njek me thik do me thonë që është t'u të kërcnu që për t'angull thike. Qa jetë i folë? A jenë të rezi? Ke luajtu nga mendja. Po ja vajsinimi, oj vajz, ke luajtu nga mendja. Si të rezi. Po, si të rezi. Me thoni njerit e m'ke për njek me thik me për shpe. Të lutem larg me e dunues fizik. Po, duke më përdjekur mua aty ku isha une, përdori thikën me nerva dhe me tensione sipër. Dhe ju po e përkrah një dunues fizik. Për me qitë unë e kuzhin ku kam qenë kapitan, që me të përdoj për zarëzi, po s'kam bunë e këto. Sa e që Alba ka debate me tjerë, në rase ti kishe respekt për debatin, Alba Labi dhe pysje të dyja versionet, e kishin qitë jashtë me po zarëzi ta për dike garantoj. me ti kishte, dhe I dëgjoje dyja Atër vaj madh është më dollë pra. Atër se nuk I dëgjoje
shfrytëzove dy versione. Pse shfrytëzove situatët i gjuhësh Albës për gjëra të kalume dhe jo për çështjen që ndodhi këtu sot. Vetëm shfrytëzuesi momentit Klot. Ti këto çfarë moshë ja ke respektu ti që ja ke qit vezë. Për djegës Ajo me u kry, tik. ato u kryne. Për djegës me tik. Mos u kthe brapa, mos u kthe. Qysh keme posë respekt për tjerë të për vetën tonë dhe s'ki respekt. Për fëmijët e të s'ki respekt. Të lutem, se tani po e bëm për ndjekje në mënyrë normale. Ti më përdoqe mua me fikë dhe përdorje thikën me nerva kundrejt meje. Orarin e punës. Ti e përdore thikën me përndjekje dhe e përdore thikën në tension dhe në nerva. Stop dhunues fizik dhe të lutem mos më qëndro afer, se nuk jam e lirshme dhe nuk jam rahat të banoj afer dhe të qëndroj afer me një dhunues fizik që e përdore thikën duke më përndjekur mua dhe përdore thikën në tension e sipër dhe nerva sipër. Stop dhunuesit fizik. Stop dhunuesit fizik. Edhe të kaup edhe loja, edhe gaj mas me, hajde. Që e përdore thikën duke përndjek Albën. Hajde, kuca, hajde. Stop dhunuesi fizik, se e përdore thikën me përdjekje. Stop, mos më prek dorën. Edhe ti mos më prek. Stop dhunuesi fizik të lutem më qëndro larg. E përdore thikën duke më përdjek mua. Tu du me nejt. Bë përdishje mua dhe... E ka rrit vetën mi hik njerëzit, halal i kofës. Edhe televizorin kështu e bëjnë e fikë. Jo, e këshirin, jo, la këshirin. Kejtë kësho? Jo, kejtë këshirin. Sa më gjesin, gabi me ki. A e normal, më të kanal televizorin. Jo, i Ndroni kanal njerëz të bashur. I konja 20 fonca se e dojnë, Alben. Më përndoqin me fikë. E përndoqin me fikë. Grande fratello që ka fare, po na përndjeka njerëz me fikë. Ta thon vetëm një gjë, me pas përndjekaj me fikë, besom lobin këtë moment si shkem këto. Me përndjek me fikë, është diçka shumë e rëndë që ju të thoni njeriu. Po flasi për Albën. E di, po jetu ngrit do akuza shumë trona. Që nëse njerëzit ja marrin për bazë mund të mendojnë që lobi kështu, por realisht është gjë shumë e keqe me thon po përndjek me fikë një moshkull në shpejt. Po, me thon ti po e përkra. Kur unë thash nuk shofi 24 orë për vllajën e Stop dhunues fizik. No, mas pari për vllajën e madh. Mos e mundem me kon. Se këto Stop dhunues fizik. Rëndse maltruse. Edhe kjo më thot ti po e përkra. Unë thash për këtë rast nuk mund vjas se nuk e kam bërë. Nuk është patjetër ti ta realizosh dhunën fizike për të kuptuar tendencat e një dhunuesi fizik. Një njeri që përdor A ke çu prej gjumit për me gjumit mirë. A ke çu prej gjumit për me gjumit mirë. Dron, Alba dron. Dhunës fizike duke përdor tikën në përndjekje dhe duke përdor tikën me nerva dhe me tension. Oj Alba, pasha zotën, besom, ta do prej zemrës. Ka mes më kur gjon. Me kanë si ti dal jashtë Alba. Besom. Nuk e përdor tikën një konsumum deri në pikën e fundit. Ushtryll rushi, shqet më kur gjon. Dhe jashtë Alba, si më kur gjon. Ishte pozicion për djekës. Ta dashnia kanë gjerë Bravo, Sonit. Mojti, nuk ka një Alba, ma mirë shkëndrot teshat me dirë që i ke që pesore Dua më më intereson edhe ty çfarë të bëri, Mojnita. Kur ja bon ti kujt ja bon edhe të tjerëve, se po jetojmë një komunitet. A do lejojmë në një komunitet një dhunues fizik? A do lejojmë në një komunitet me një dhunues fizik, se në ti po juton me një dhunues fizik? Mjaftë e rritun më mbrojt vetën tam. Mbrojje vetën, po Alba, ku shoh që dikush nuk sillet me njëri, e ndjeja të pesh. Ne jetojmë me një komunitet, kur ai tregon dhunë fizike dhe tendenca dhune me dikë, normalisht që do reagojmë, se nuk mund të jetojmë në mesin me dikë që ka tendenca dhunës fizike dhe e përdor thikën në përndjekje, në tension dhe nerva. Kishë reagu vllai i madh. Po edhe uroj që vllai i madh t'i nxjerrë kamerat edhe momentin se si më përdoqi dhe kur u ndalova unë në pozicion përdjekës përdorte thikën me nerva dhe në tension e sipër e përplaste. Pa pas as i sallat, as i lakër, as i frutë dhe as i mish aty. Do dali gjitha videot. Pse më thua shpifse? A ti klot që ti në momentin që dali videot atëherë do e kuptosh. Se
i thua Albës shpifse dhe nuk i thua Labit shpifse, po për Labit thua Se me të pas për njek me thike kishtë qitë zloj madhja. Po ishte për njekje, se po më përdishe mua në stop, kur ndala ta për kafin, unë gjita ty me më pozicion për njekës, dhe pasha zonë në neva dhe si për të pikë bam, këshu e përdojnë. Dhe gjithë femrat kemi përjetu dhuna fizike, uqishe dhe me vjetë, dhe ti të bishtë përdorë shtikë në neva sipër. Je pap i disa fmive dhe bur i një gruaje të lutem. Përjetu jashtë pas as mrena. E unë si Alba e ka përjetu edhe jashtë dhe tendencat e një dhune fizike i ka edhe ky njeri. Mos e di neve femrat që kemi përjetu dhune fizike, se kur i ka tendencat i njeri për du fizike, Labi është me tendencat të every pattern karakteriat një femre që duron gjdo lojgjojnë për moshullit e ki. Vjen shumë keq. Tana i ki, vjen shumë keq. Te më shfal për këtë gjona. A e pe momentin e thikës. A e pe momentin e thikës. A e pat momentin e thikës. A e pat momentin e thikës. A e pat momentin e thikës. Aja ke gjujt mjëllin për nomit, aja ke gjujt mjëllin, qaj të fol, qaj jetë të fol, o rëndse, e ke qu prej gjumit mjëllin, ja ke gjujt mjëllin në ty, a o lumë kjo, e ke shtyt e dera, bullizim kësoj, Alba si ka po bullizim as kujt edhe ju për shpifti. A e pat momentin e thikës, kur Labi e përdori thikën. A e pat momentin e thikës? A e pat momentin e thikës? E shkuar e haruar, thika krasor me shkuar e haruar, Alban Big Brother ka me Alba s'ka bullizuar shkyra si femër ka brenda. A e pat momentin e thikës? A e pat momentin e thikës? Që për krafti Labi, që Alba shpifet dhe Albi për të vërtetën. Në momenti që toni që Alba shpifet, për krafti Labi që Labi për të vërtetën për thikën dhe Alba për shpifet. Dhe Labi që shofë që toni me e të nështru Albës është Alba. Dhe atë ti dhe gjithë tjerët kur dale video atere kuptoj. Po ti e ty thotë që këtë ka për njek me thik e në shpit. Nëse ti kush për njek me thik e në shpit, doj madhe që ti ashtë kushin. Përse pa dalë video e besoni Labi dhe jo Albën. Përse pa dalë video e besoni Labi dhe jo Albën. Përse nuk e në rase unë e kam bullizu e Jonën. Në rase unë e kam bullizu e Jonën. Në rase unë e kam bullizu e Jonën. Se Vlajma para Prajmit nuk ma dha lajmi që ke bullizu e Jonën. Se nuk e shikni logjikën. Në rase Labi e ka bërë realisht thikën. Do dale në Prajm. Në rase ja bullizuse. Se Vlajma dhe zori në Prajm dhe jo në momentit kur ndodhi. A nuk është kjo një fakt për juve që janë të vërteta fjalët e mia për thikën e Labit? Të lutem. Mashtruse, ofenduse, genjetare, përnjekse, shpifse, përnjekse, mashtruse, genjetare, dashur, jena benda big! Fjallë po të rrisë shara, dryshe syrit, ta të sinjar kanë gjerë për një moment të syrit, për vestir të rena dhe Albës, Albën duhet me pytja, vetëm se është në kundërshtim me Albën, dhe jo ta dëgjoni dhe ta kuptoni njërë Albën, vetëm se jam Alba, me gjdo njëri që jam kundra Alba, ju gjithmonë e keni tendencën të tjerve ju besoni se janë kontra Albës. Faleminderit për vlerësime që po vjeni. I besoj vlajt mal, vlajt mal, me pas për nekë me thikë e kishtë qitë jashtë moti. Në rase është ashtu, se vlajt mal bullizimin tim dhe dënimin tim për bullizim kundrejt e Lionës, nuk e tha në momenti që ndodhi po e nëzori në Prime? Ja ku e keni një fakt që gjëra dali në Prime dhe jo në momenti që ndodhi. Edhe kishe Ladi ty t'ka njek me thik. Po, për dikje me thik është ajo. Dhe i lutem vajtë ma. Po, është për dikje me thik. Kjo e mo, a i më përdiqte mua. A i më përdiqte mua. Alba, definitivisht je keq nga trut. A do më të gjosh. Po jo, se jetu rajt. Jo, po pse po gënje. Ka kë Jeffrey Dahmer këtu. E kim nash, e kim Ama a i po më përdiqte me. Baimo më përdiqte, në stop prapa. Dhe në momenti kur dalova
erdi unë gjitha Alba në pozicion për ndjekës dhe me nerva e përdori thikan. Ajo është për ndjekje. Jo. Po përdiqte mua. O Ljabi, a je konto e për ndjek? Jo, po më përdiqte mua. Konto e për ndjek? Pasha zot po më përdiqte mua. Kishte një orë që më përdiqte. Jo, shkova unë kuzhin. Shkova unë kuzhin dhe erdi ky pas meje. Shkova unë kuzhin, ky erdi pas meje. O ti furka që buka! O ti furka që buka! Buka nuk bot! A e më normal ti buka nuk bot! Ky po më përdiqte mua një orë. A do të me qenë buk? Unë e shkova kuzhin ta bëj princ kafe. Dhe ky me erdi brapa aty ku po bëja princ kafe dhe unë gjit me mua. Dhe ndërkohë që unë gjit me mua, në pozicion për djekës gjitës, në nerva antezion që ju s'kushe ftyra për dilin brylat që po përmente vazhdimisht gjërat kundrejt meje, pa e përdojt edhe thikën me nerva. Është për ndjekje. Ti ke dalë prej vetës komplet, Alba. Pa e përdojt e thikën këshu. Po imitoj labi, si po e bëndë. Po këshire vetën, Alba. Këshire vetën, Alba. Që t'ka shtime i ndonë trepimeve. Se s'pate që kam i thonë, po. Edhe kush është shtimi? Pashtë do më rëfimeve atë që ndojnë se më firë do më rëfimeve. Jo që pëndroj, po Normalisht po ndihesha mirë për atë që ndodhi. Unë ka përjetu dhunën fizike dhe kur dikush ma drejtoj mu nerë, unë nuk jam rash, nuk ka lidhje me konsumimin. Unë ka përjetu dhunën fizike. Po, si ishte pozicion për ndjekës aty. E qka është pozicion për ndjekës për ty, hajt? A i po mdishtë mua një orë vazhdimisht duke më mbërtit mua fjalla gjërat kundrejt meje. Shkova edhe në kuzhin që ta bëj kafe. E ku shkoj në kuzhin? A ku ljabi në kuzhin? Jo, s'ishte. Jo, s'ishte. Nuk ishte, po më përdiqte mua në stop. Po më përdiqte mua në stop. Pasha zot nuk gënjej për këtë. Alba, e shojmë. Pasha zot nuk gënjej për këtë. Pasha zot, Alba s'ka gënjej asë gjë deri më sot. Nëse ljabi u konë në kuzhinë dhe ti kim shku, jo, s'ishte. Pasha zot s'ishte. A i kishte një orë që më përdiqte. O ti, buka po shkure, a i normal ti. Buka po një orë ma erët. Dhe unë gjitë të une, dhe po rritë të unë duke ba dhe në nerva e sipër dhe thikën bam, dërko që fliste. Gjitë aty me mua, pa lakër, pa fruta, pa mish, pa si gjohë. Po mbërtiste fakte kundre me dhe mbërtiste fakte duke bërë thikën këshu në stop. Aty gjitë me mua. Ajo është për ndjekje me thikë. Ta përplase thikën këshu në dras boshe. Gjitë me mua që më përdiqte mua. Dhe po më gjueshte mua. Drasë, qështë Jo, ama nuk ishte për ta bërë drasën. Ishte në nerva No, mësë lejo me ndru. No. Ta ka për njekën që pime si. Qatë versione, ma? No. Po më përdiqte mua. Veç një moment, a drasa që kja? A kon ljabi qëto? Erdi a i gjitë me mua, duke më mbërtit mua gjërat e mia dhe për plasë të tikën këshu. Po s'po copton të asë gjë. E qësh mundet ljabi në të ndjekti, përnisa ljabi u kon të coptu, s'po copton të asë gjë. S'po copton të asë gjë. Më përdoqi dhe me nerva po e përdor të thikën. Ashtu si dikush e kap shishe dhe e për plasë, ky po e pon të thikën. Si dikushi që kap e për plasë shishen, a i po e përplas të thikën. Dhe nuk ishte duke pre asi gjë. Ga nervat po e përdor të thikën duke e përplas thikën, të drasa. Nuk i nevoj, nëse nuk është qërshtot, ki nevoj më ndiku. Pare, të lutem Klod me ty e nuk duat me masë në gjësede. E di se do mi u shmanë debatën me mua. Shko për krakti njëri që është dënues, vetëm për faktin që s'ka dalë akoma video, edhe vetëm për faktin se është kontra Albës dhe doni partite Albë të argjimit dhe gështare. Alba, unë e vetëm thash, nuk besoj që këtë ka për njek me thikë, si që ta e ti. Sa janë është akus shumë e madhe, edhe keme përbuja kësine. Gënjeshtarë, ka përdali shalla vlaj malë gjitha videot, të lutem stop dhunues fizik, se ti në rast se fiken kamerat, ti pale qarë gabime shpërti. Po e di, ti që nuk e din, mos e përdor. Ti që nuk e din, mos e përdor. Ate që se ke përjetuar dhunën fizike, ku nuk e du peshën e dhunës fizike, mos e përdor fjallën e dhunës fizike, se vetëm një femër që ka përjetuar dhunën fizike, e di tendencat e një dhunuesi fizik,
ti nuk e ke përjetu dhunën fizike, që që ti nuk mund të flasësh, por nuk e ti pishën dhe nuk ti ta nuhasësh një dhunues fizik. Të lutem bene, kur nuk e përjeton dhunën fizike, nuk e din pishën dhe nuk e nuhat një dhunues fizik, kur i ka tendenca që shfaq vete që është dhunues fizik. Alba, mune një pytje? Në momentin që Eliona, në momentin që një dhunues fizik po ti ke dhënë shembullin e Voice. Gabimin më të mëshëm që Alba nuk ka bëndu fizike këtu ndaj asnjë femre. Alba nuk ka bëndu fizike ndaj asnjë femre dhe bullizim ndaj asnjë femre me dhunë fizike. Dhe jeni juve që dhe përkrakni labin këtë rast duke ju gjuajtur Albës. Se për përkra labin. Se për përkra labin, jo klutna ti. Mos e përkra labin duke ju gjujt Albës. Mos e përkra labin duke ju gjujt Albës. Mos e përkra labin duke e gjujt Albës e labi u prek të familja jote. Dhe labi non stop të ka dhunuar si që kishë. Jo, të lutem, jo. Me koj për një situatë, o s'do me thonë, more që të përkra. Jeni ju që labi ju ka gjujtur në familje dhe jeni ju që për përkrakni labin akoma sot e kësaj dite. Stop Eliona, të lutem, mos ju gjuj Albës vetëm se është labi kontra Albës. Të lutem shumë, Tika nuk është si astoku. Të lutem shumë, Tika nuk është si astoku. Të lutem shumë, ose mashtroni situatën vetëm se dolën videot, barë për ju edhe fjalla ju bullizova me astok. Të lutem Eliona, se Tika nuk është një lloj si astoku. Dhe jeni duke shpif situatën, jeni duke i përmen muhabetet e vjetra para 2-3 muish, për të mbrojtur labin për gjojën që të lutem shumë Eliona, të lutem se për përkrakni labin për t'ju gjujtur Albës, duke ju gjujt Albës për gjëra që kam kërku falje, po e mbroni labin. O kuptojni që po e mbroni labin, vetëm se doni me gjujt Albës, po përkrani një dhunues fizik. Po e krasoni jastikun me Tikën, vetëm për t'i përbashkë. Dhe Alba s'ka bëndu fizike. Alba s'ka bëndu fizike. Alba s'ka bëndu fizike. Dolqja më ka gjujtur mua djerë. Dhe në asi moment s'polë për Dolqe. Dhe juve, Alba nuk jam dhunuse. Edhe viktimat nuk duhet ta përkrajnë dhunuesin fizik. Dhe viktimat nuk duhet ta përkrajnë dhunën. Eliona, kur jem viktim ose përkrajnë dhunën. Viktimat nuk duhet ta përkrajnë dhunën. Eliona, mos e përkrajnë dhunën. Kur jem viktim e dhunës, je duke përkra labi, duke ju gjujt Albës ku drejt labi. Je duke përkra Dolqe, kur ju e pa që Dolqe më gjujti dyherë. Mos e përkra këti dhunën, kur jeni viktim e dhunës Eliona dhe Dolqe. Alba, para kamerave, duroni gjithçka për dashni. Alba, para kamerave, duroni